ma shumë i knaq të kenë armë kurse di shteti, se sa me leje policia e Kosovës, zonët e Kosovës duhet marrin masa. Mbi 200.000 armë janë për dur të njerëzve. Dhe gjithmonë është një potencial i rrezikshëm për me ndodhë raste të tilla. Zoti Zeka, këto 200.000 armë që po citoni ju që janë në duart e qytetarëve, sa mund të themi që rreziku permanent është në Kosovë? Do të thotë siguria e qytetarëve sa mbrohet? Tash është çështje që duhet edhe pse shteti i Kosovës, po them Ministria e Punëve të Brendshme ka strategji për luftimin e krimit e tjera, por siç po shihet duhet ndryshohen gjërat, duhet ndryshohen në këtë drejtim dhe duhet shikohet me shpejtësi të madhe se si gjendet mënyrë që këto armë të mirën nga shteti. Përndryshe, gjithmonë kemi potencial të vrasjeve